Horoskopi ditor, e shtunë, 7 shkurt 2026. Dashi. Sot ju fton të shfrytëzoni aftësitë tuaja natyrore të leadershipit, ndërsa hëna formon një aspekt harmonik me Jupiterin. Ky rreshtim favorizon ndërmarrjen e hapave të guximshëm në jetën tuaj profesionale. Jini të përgatitur për një mundësi që mund të kërkojë vendimmarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, mbajtja e komunikimit të hapur është çelësi për të shmangur keqkuptimet. Një koment i papritur nga një mik mund t'ju bëjë të vini në dyshim qëllimet e tij. Besoni instinkteve tuaja se si të vazhdoni. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të planifikuar investimet e ardhshme. Ndikimi i Venusit sugjeron që të kënaqeni me një hobi krijues mund të përmirësojë humorin tuaj. Sidoqoftë, jepini përparësi pushimit sonte. Me nivelet tuaja të energjisë që luhaten, gjumi i duhur është thelbësor për të qëndruar në kulmin e produktivitetit. Besojini udhëzimit delikate të yjeve, ndërsa ato ju çojnë drejt suksesit. Pavarësisht nëse po përballeni me sfida në punë apo po ushqeni jetën tuaj personale, lëreni shpirtin tuaj të zjarrt të shkëlqejë, duke siguruar që ta përfundoni ditën me një notë të lartë. Demi. Me hënën që stimulon sektorin tuaj të transformimit, sot premton mundësi për rritje të thellë personale. Marsi ofron shtysën që ju nevojitet për të trajtuar çështjet e mbetura në jetën tuaj personale. Reflektoni mbi mirëqenien tuaj emocionale dhe kërkoni ekuilibrin për të ushqyer paqen tuaj të brendshme. Një mundësi financiare mund të paraqitet. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave profesionale përpara se të merrni vendime. Profesionalisht, bashkëpunimi me kolegët do të jap rezultatet më të mira, duke shfaqur aftësinë tuaj natyrore për të udhëhequr me delikatesë dhe mençuri. Në çështjet e zemrës, Venusi ju inkurajon të shprehni ndjenjat tuaja hapur. Është e rëndësishme të krijoni hapësirë për lidhje kuptimplote sot. Përqafoni rehatinë e shtëpisë tuaj pas një dite të ngjeshur, duke përdorur mbrëmjen për të çlodhur dhe për të rimbushur. Lëreni natyrën të frymëzojë udhëtimin tuaj. Një shëtitje jashtë mund të ofrojë qartësinë që keni kërkuar. Besoni në energjitë kozmike që udhëheqin rrugën tuaj, duke kuptuar se çdo hap që bëni është pjesë e një transformimi më të madh dhe pozitiv. Binjakët. Vallëzimi kozmik i sotëm e vendos komunikimin në plan të parë, ndërsa Mërkuri nxjerr në pa aftësinë tuaj për t'u lidhur. Dialogu i qartë është çelësi në zgjidhjen e një keqkuptimi të vogël me një koleg. Qëndroni të hapur ndaj perspektivave të tjerëve, duke lejuar ndërveprime më harmonike. Hëna hedh dritë mbi nevojat tuaja emocionale, duke nxitur të menduarit introspektiv që ndihmon rritjen personale. Një ide interesante mund të dalë në pa. Jepini kohë të zhvillohet para se ta ndani. Financiarisht, sot mund të sjellë njohuri të papritura, duke udhëhequr vendime më të informuara. Në marrëdhënie, shprehja e mendimeve tuaja me sinqeritet forcon lidhjet, ndërsa Venusi inkurajon angazhimet shoqërore dhe të qeshura. Shijoni përvojat e përbashkëta, por mos harroni rëndësinë e kufive. Mbrëmja bën thirrje për relaksim, ndoshta me një libër të preferuar ose një përpjekje krijuese që stimulon mendjen. Besojini intuitës suaj kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve. Yjet rreshtohen për të mbështetur shtigjet e iluminizmit. Përqafoni dualitetin e natyrës suaj, duke balancuar intelektin me intuitën si udhërfyesin tuaj. Gaforria. Ndërsa yjet rreshtohen, atmosfera qiellore më 7 shkurt ju inkurajon të përqendroheni në ekuilibrin midis punës dhe kujdesit për veten. Hëna rrit natyrën tuaj empatike, duke ju nxitur t'i kushtoni vëmendje dikujt të afërt, duke nxitur lidhje më të thella. Profesionalisht, jeni të frymëzuar të sillni më shumë kreativitet në projektet tuaja. Ndikimi i Mërkurit rrit intuitën tuaj, duke ju ndihmuar të përballoni çdo skenar të ndërlikuar pune me hir. Financiarisht, këshillohet një qasje e kujdesshme sot. Shmangni blerjet impulsive dhe merrni në konsiderat kursimin për një ditë me shi. Në jetën tuaj dashurore, mirëkuptimi dhe durimi do të forcojnë marrëdhëniet, ndërsa Venusi nxjerr në pa vlerat dhe përvojat e përbashkëta. Merrni kohë për vetë reflektim, duke u përqendruar në atë që përmbush vërtet shpirtin tuaj. Mbrëmja kërkon një mjedis ushqyes. Rrethojeni vete me element ngushëllues, qoftë përmes familjes apo një hobi të preferuar. Mos harroni, forca juaj emocionale është aseti juaj më i madh, duke ju udhëhequr në mënyrë efektive si përmes sfidave ashtu edhe përmes triumfeve. Luani. Ndërsa zhvillohet sot, energjia rrezatuese e diellit ndriçon rrugën tuaj, duke ju inkurajuar të shkëlqeni fort në të gjitha përpjekjet tuaja. Ndikimi i Marsit ushqen shtysën tuaj ambicioze,
duke hapur rrugën për sukses në sipërmarrjet profesionale. Shfrytëzojeni këtë energji me mençuri për të përballuar detyra komplekse në mënyrë efikase. Në çështjet e zemrës, jepini përparësi bisedave kuptimplote që mund të thellojnë lidhjet tuaja. Venusi është në aspekt të favorshëm me shenjën tuaj, duke rritur sharmin dhe magnetizmin tuaj. Vendimet financiare të marra sot ka të ngjarë të kenë ndikime të qëndrueshme. Prandaj merrni në konsiderat të gjitha opsionet me kujdes dhe kërkoni këshilla të besueshme kur është e nevojshme. Ndjekjet krijuese lulëzojnë në ndikimet kozmike të sotme, duke inkurajuar shprehjen e vetvetes në mënyra inovative. Kaloni kohë jashtë për të marrë frymëzim nga bukuria e natyrës, e cila rinovon mendjen dhe shpirtin tuaj. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe planifikoni për atë që do të vijë më pas. Besojuni instinkteve tuaja, ndërsa ato ju udhëzojnë si përmes sfidave, ashtu edhe përmes mundësive me guximin dhe hirin tuaj karakteristik. Virgjëresha. Sot fton introspeksionin pasi Merkuri ju nxit të përqendroheni në dialogët e brendshëm. Kushtojini vëmendje të madhe shëndetit tuaj, duke siguruar një ekuilibër të mendjes dhe trupit përmes zgjedhjeve të shëndetshme. Profesionalisht, dita kërkon saktësi. Organizoni detyrat për të rritur efikasitetin, duke shfrytëzuar natyrën tuaj të kujdesshme. Financiarisht, një qasje konservatore mbron nga rreziqet e panevojshme, duke mbështetur stabilitetin afatgjat. Ka të ngjarë të bëni përparim në qëllimet personale që kërkojnë disiplinë dhe vëmendje ndaj detajeve. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur i transformon konfliktet e mundshme në mundësi për rritje. Ndoshta merrni në konsiderat artikulimin e qartë të mendimeve tuaja në biseda. Energjia kozmike mbështet të mësuarit e gjërave të reja. Prandaj angazhohuni në aktivitete ndriçuese ose mësoni një aftësi të re. Ndërsa dita mbaron, relaksohuni me meditim ose një hobi qetësues, duke nxitur relaksimin dhe qartësinë. Besojini yjeve ndërsa plani juaj përputhet me ndikimin e tyre, duke ju udhëhequr drejt një dite të përmbushur në të gjitha spektrat e jetës. Përqafojeni këtë energji për të zhbllokuar potenciale të reja. Peshorja. Nën udhëheqjen qellore të sotme, ju kërkoni harmoni në aspekte të ndryshme të jetës. Venusi ndikon në ndërveprimet tuaja, duke inkurajuar paqen dhe mirëkuptimin në marrëdhënie. Dialogu i hapur çon në zgjidhje, duke zvogëluar çdo tension me të dashurit. Profesionalisht, bashkëpunimi është çelësi juaj i suksesit. Dëgjoni në mënyrë aktive dhe ofroni kompromis kur është e nevojshme për të arritur qëllime të përbashkëta. Stabiliteti financiar është i arritshëm nëse i kushtohet vëmendje e kujdesshme zakoneve të shpenzimeve. Përqendrohuni në vlerësimin e buxhetit tuaj sot. Aktivitetet shoqërore lulëzojnë, duke hapur dyert për miqësi dhe bashkëpunime të reja. Energjia e hënës amplifikon përpjekjet tuaja krijuese. Prandaj kënaquni me projekte artistike për të balancuar punën me kënaqësinë. Në dashuri, vlerësoni bukurinë e momenteve të thjeshta, duke përforcuar lidhjet me lidhje të vërtetë. Ndërsa afrohet mbrëmja, përqendrohuni në kujdesin për veten, ndoshta përmes një rituali relaksues ose seancë reflektimi, duke rigjallëruar shpirtin tuaj. Besojini instinkteve tuaja dhe lejoni që natyra juaj e ekuilibruar t'ju udhëheqë drejt përvojave pasuruese dhe harmonike. Akrepi. Rreshtimet planetare të sotme nxisin emocione dhe njohuri të thella. Hëna inkurajon reflektimin personal, duke çuar në zbulime rreth nevojave dhe dëshirave tuaja. Profesionalisht, ndërmerrni veprime strategjike të mundësuara nga Plutoni, planeti juaj sundues, duke u siguruar që vendimet të jenë në përputhje me ambicjet afatgjata. Ka një vendim financiar në horizont. Besoni intuitës suaj për t'ju udhëhequr drejt rezultateve të dobishme. Në marrëdhënie, sot është ideale për të eksploruar thellësitë e intimitetit. Venusi mbështet biseda të përzemërta që forcojnë lidhje. Ndërveprimet shoqërore mund të çojnë në takime të rastësishme, duke paraqitur mundësi për rritje personale dhe profesionale. Ndërsa dita përparon, kanalizoni energjinë tuaj transformuese në një projekt ose hobi krijues. Mund të gjeni ngushëllim dhe frymëzim në reflektim të vetmuar, duke fituar mençuri që ndihmon përpjekjet e ardhshme. Besoni në rrymat themelore të ndryshimit, duke e ditur se ato po ju drejtojnë drejt evolucionit të vlefshëm. Përqafojeni transformimin me hir dhe çlironi potencialin brenda jush ndërsa yjet ndriçojnë rrugën tuaj. Shigjetari. Ndërsa kozmosi rreshtohet, sot është i vendosur të zgjerojë horizontet tuaja si mendërisht ashtu edhe fizikisht. Jupiteri, planeti juaj sundues, hap dyert për mundësi dhe përvoja të reja, veçanërisht në jetën profesionale.
Jini proaktiv në ndjekjen e njohurive që rrisin aftësitë tuaja dhe zgjerojnë botë-kuptimin tuaj. Në çështjet financiare, vlerësoni me kujdes mundësitë që mund të lindin. Investimi në arsim ose trajnim i avancuar mund të sjellë shpërblime afatgjata. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga pikpamja juaj optimiste. Fuqizoni lidhjet me dialog të sinqert dhe aventura të përbashkëta. Venusi inkurajon eksplorimin e ndjekjeve kulturore dhe artistike, të cilat ushqejnë shpirtin tuaj. Ndikimi i hënës rrit intuitën tuaj, duke ju udhëhequr me lehtësi përmes çdo pasigurie. Mbrëmja është perfekte për reflektim dhe planifikim të përpjekjeve të ardhshme. Kaloni kohë jashtë duke u rilidhur me natyrën, një streh që pasuron shpirtin tuaj. Besojini instinkteve tuaja dhe lejoni që shpirti aventuresk i shigjetarit ju çojë në zbulime emocionuese sot. Përqafoni energjinë kozmike, pasi ajo mbështet udhëtimin tuaj drejt rritjes. Britsjapi. 7 shkurti ju frymëzon me harmoninë midis disiplinës dhe krijimtarisë, duke ju lejuar të lulëzoni në përpjekjet profesionale. Ndikimi i Saturnit ndihmon në strukturimin e planeve tuaja, duke siguruar që suksesi është i arritshëm nëse aplikohet zell. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet për të ruajtur ekuilibrin, duke u përqendruar në kursimet afatgjata. Hëna në një pozicion të favorshëm rrit ndërveprimin intuitiv në marrëdhënie, duke ndërtuar besim dhe bashkëpunim. Venusi inkurajon lidhjet ushqyese. Planifikoni kohë cilësore me të dashurit. Profesionalisht, bashkëpunimi dhe puna në grup çojnë në bashkëpunime të frytshme dhe arritje të përbashkëta. Sot është një kohë e përshtatshme për të rishikuar qëllimet dhe për të përshtatur strategjitë për rezultate më të mira. Në jetën personale, balanconi punën me relaksimin, merrni në konsiderat një shëtitje në natyrë për frymëzim dhe paqe. Mbrëmja ju fton të relaksoheni, duke u zhytur në hobi që ju rigjallërojnë. Besoni në planet e strukturuara dhe qëndrueshmërinë si parimet tuaja udhëzuese. Përqafoni mundësitë që ofrojnë yjet ndërsa përparoni vazhdimisht drejt qëllimeve me hir dhe vendosmëri. Ujori. Sot ju fton të përqafoni inovacionin dhe origjinalitetin, ndërsa Mërkurin pre aftësitë tuaja mendore. Profesionalisht, perspektiva juaj unike vlerësohet dhe zgjidhjet që propozoni mund të fitojnë njohje, duke hapur rrugën për përparim. Çështjet financiare kërkojnë kreativitet. Mendoni jashtë kornizave për zgjidhje që mund të çojnë në stabilitet në të ardhmen. Ndërveprimet shoqërore janë të theksuara, me Venusin që rrit raportin dhe ndoshta nxit miqësi të reja ose interesa romantike. Emocionalisht, qëndroni të hapur ndaj introspeksionit, duke vizituar mendimet dhe ndjenjat që mund të kërkojnë vëmendje. Angazhohuni në aktivitete në grup ose diskutime që stimulojnë intelektin tuaj dhe zgjerojnë rrjetin tuaj. Ndërsa dita përparon, gjeni kohë për inovacion dhe lojë. Ndjekjet krijuese ose projektet eksperimentale lejojnë që vizionari juaj i brendshëm të lulëzojë. Mbrëmja favorizon pushimin dhe reflektimin. Meditoni ose shijoni një aktivitet qetësues që rigjallëron shpirtin tuaj. Besojini zgjuarsisë suaj ujor, ndërsa ajo ju udhëzon përmes tapetit të jetës me mundësi emocionuese dhe përvoja pasuruese. Peshqit. 7 shkurti inkurajon vetanalizën, ndërsa Neptuni, planeti juaj sundues, sjell thellësi emocionale dhe kreativitet. Hëna në një aspekt harmonik rrit empatin, duke e bërë ditën ideale për lidhje kuptimplote me ata që kanë më shumë rëndësi. Profesionalisht, reflektoni mbi sukseset e së kaluarës dhe nxirrni mësime për rritjen e ardhshme. Financiarisht, ruani kujdes. Shmangni vendimet e nxituara dhe përshtatni shpenzimet me qëllimet afatgjata. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në ndikimin e Venusit. Bisedat shpirtërore dhe ëndrat e përbashkëta thellojnë lidhjet. Potenciali juaj imagjinativ arrin kulmin. Prandaj angazhohuni në ndjekje artistike që festojnë kreativitetin. Lejoni natyrën të ushqejë shpirtin tuaj, ndoshta përmes një shëtitje qetësuese ose meditimi pranë ujit. Mbrëmja fton reflektim. Mbajtja e një ditari mund të ofrojë njohuri mbi mendimet dhe dëshirat aktuale. Lejoni që intuitat ju udhëheq, pesh. Pasi lundrimi në rrymat qiellore kërkon përqafimin e qetësisë dhe një mendësi fleksibile. Kozmosi inkurajon harmoninë dhe paqen e brendshme, duke hapur rrugën për përvoja transformuese dhe rritje personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.